Të nderuar miq, ju përshëndes nga fshati Mançurisht. Është një fshat shumë i bukur, fshat alpin. Ndodhet në bashkinë Devoll. Një fshat që njihet në gjithë Shqipërinë si edhe fshati i mollëve. Ne në fakt kemi ardhur këtu se pikërisht mollët që kanë bërë të famshëm të fshat kanë mbetur pashqitur. Ndodhen në magazina, nuk ka treg për to. Këto dhe të tjera unë do t'i diskutoj në këtë fshat të bukur, ku ka nisur të bjerë bora e parë. Faleminderit banor, faleminderit fermer, faleminderit që jeni me mua sot. Tani, është pak ftohtë sot, po janë ca gjëra do t'i themi që na dëgjoj edhe kryeministri se si është gjendja reale në fshat. Pa parti, flasim troç, gjithçka që do thoni, do t'jipet siç ju do ta thoni. Kush do ta filloj? Ne do t'i themi fjalën drejt edhe siç qëndron për momentin, jo për politike, jo për atë. Ne jemi të gjithë fshatarë, jemi të gjithë vëllezër, jemi si të majtë e të djathtë, sa që të majtëve Edi Rama ja ka shkojtur në ballë e thot ky është i majtë e këtij që ja marr prodhimin. Prodhimet siç na shitet neve ishin të majtëve. Pra, problemin e kemi njësoj. Problemi për te i partive politike. Problemi është i njëjtë për te partive politike. Është problem fshati, si quhesh? Po, unë quhem Florian Rusi ose shkurt Loli. Loli, sa vjeç je? Unë jam 64 vjeç. Edhe 100. 64 për 6 muaj, për 6 muaj ose 7 muaj dal në pension. Mirë po një pension qesharak se i shoh vëllanë, shoh kushrinë, shoh tjetrin, një pension qesharak, për fshatarë sidomos. Se këtu qeveri të punojnë me 2 standarde. Ata që i quante enverozha klasë punëtore, i japin më shumë pension se sa një fshatari të së njëjtës moshë. E kuptoj, do flasim për pensionet, por ne kemi ardhur në fshat sepse kemi parë kronikat në televizion, kronikat drithëruse ku shohim pirgje me mollë që zjen kush, pirgje me qep pa fund. Do dalim edhe aty në mollët e në qepët. Unë si person, bashkë me djalin, ose me familjen time. E ke familjen këtu, nuk ka nikur? Po, e kam familjen këtu. Kemi mbjellë kultivar ca me qira, ca tona që kemi bi 22 lym mollë. 22 lym. Bi 10 lym qep. Mirë po nuk u vin të pyesë njeri sa e çmimi, ose me sa e grumbullojnë. Pikat e grumbullimit që janë bërë ato nuk u grumbullojnë. Këto që janë buz rrugës? Po, nuk u grumbullojnë, jo frigoriferët. Jo frigoriferët. Pikat e grumbullimit që janë bërë, si që është në plas. E kuptoj. Në Bilisht, ku mundet të ketë në Pirk. Në Pirk, po? Ato nuk grumbullojnë. Nuk u grumbullojnë. Si japin çmim fare? Ato u bënë sa dhe që ja po i ndihmoj me fshatarë. Po si jetojnë, si e çojnë përpara këto pikat e grumbullimit? Kur s'marrin tek ty, çfarë prodhimi fusin brenda? Si aty janë punësuar një 2-3 veta, që marrin rrogë. Edhe hiç asgjë. Për mollën që ta nisi me mollën. Molla nisi si fillim, nisi mirë të shiqe ky vit që jemi. Në këtë vit filloi mirë, Jemi fillovi mirë. Po? 2 herë, 3 herë ra çmimi. Nga 20 leka, 50 leka që shiqe, arrivi në 20 leka. Me 200 lek të vjetra? Me 200 lek të vjetra. A që ka mbritur molla këtu? Molla aq është edhe mos është në poshtë. Do të thënë 200 lek këtu, 1000 në Tiranë? Kur? Për lëngje, molla e ka burik 120 leka ose 12 leka. Ato që i pam që ishin futur në ato thasët e mëdhenj? Në thasë. Po? Me 120 leka, ne na i kërkojnë me 200 leka, 250 leka të vjetra gjithmonë. Po. E si do ngremë kokën neve? Ne, kjo qeveri apo ky pushtet që është, ne na bën kokës, që mos ngremë kokën. E ti kinjej në kokë pushat e pasaj ti kinjej me një thes mjell, ose 90.000 leka të vjetra. Tani, këto çmime që japin, kanë një arsye pse kanë zbrit kaq poshtë? Edhe ne nuk e marrim vesh. Sepse vjet par vjet, si ja bëni ju vjet par vjet? Vjet par vjet, ose vinë nga jashtë, nga Serbia, nga Macedonia, ku di unë, vinë nga Italiani, se thonë janë mollë me pullë, thonë ata
qytetarët Komandojnë tregtarët. E kuptoj. Ata e bëjnë ligjin, janë mollë me pullë dhe janë italiane. Sa shu edhe mbetemi. e kuptoj. Tani molla jote, ka ndonjë cen që nuk del në treg, që nuk pranohet se ju mollët i keni të mira, i keni me nam. Ju quheni fshati mollëve. Quhemi fshati mollëve, neve mirë po kush na nje? Po s'të njojti qeveria? Le tjetë fshati mollëve. I nje Serbin. Hynë mollë nga jashtë. Me një fjalë hynë mollë nga jashtë. Ata janë subvencionuar, po thua, domethënë? Tregu po. Kurse ne për subvencionim, ne edhe naftën që po na japin lekat, se e ben me leka si vjetë, mirë po na i zenë, nafta është 1.900, me lekat që marim sot na i zenë me 1.600 litrin e naftës. Pa edhe këtu tek nafta bëhet Shilja. Shilja. Edhe gjysmën e para. Shilja. Për punën e qepës, nuk u kemi asë një kërkesë, Asnjë kërkesë asë një kërkesë, absolutisht. Ose ajo që ik me 20 leka. Dhe ka, po marin 2-3 kujtarë, për shemë vinë një tregetari lidhur me lorin apo me tjetrin. Ose ata që dalin shesin rrugë. Ata i shesin në rrugë edhe i marin me Ajo është 500 hiqa, ja. 200 leka, me 200 leka. Sa të kushto shes më parë aty në rrugë, se ishte mbush rruga. Juve si televizor, ju falenderoj që ertë na përkrani neve edhe shpini zerin tonë. Faleminderit. Si e ke emrit? Medat Rusi. Po me radhë. Ju faleminderit njerë juve televizionëve që vini ngrini zenë tonë, pavarësisht sa ju dëgjojnë. Se po tjetë për pushtet në qeverinë, është një ministri e tërë, ministri bujqësie, që ka instanca gjerë poshtë, e nuk vinë një agranom të thotë se gjbes se që nuk u bet. Asnjë s'keni parë? Asnjëherë, po nuk i njohëm. Asnjëherë. Pra as nga ministria, as nga këta bashkisë nuk vinë Atë këtu. nga të bashkisë, as edhe një lloj deputeti, vinë deputetët vetëm se kur marrën vinë për vota aferën që bëjnë fushat, se s'vinë të interesojnë ndonjëherë se tjetër gjë. Fshati therën syt, fshati. Malli ton nuk shkon, po, nuk u shkon se na konkurrojnë që kur u bë Ballkani hapu, na konkurrojnë shtetet e tjera. Se ata sufeksionojnë. Kurse neve nuk sufeksionojmë asë në një lloj drejtimi. Konkretisht, çfarë merr ti nga shteti shqiptar, që e quan të shtetit dhe faleminderit o shtet që ma jep? Çfarë merr ti? Unë i them faleminderit shtetit vese për këtë, që e bën dapnë e ngre dy fishnë, i them faleminderit, Është ngritur dapi. i ngre ilaqet, edhe ilaqet vinë të skaduara, e i them faleminderit shumë shtetit se i kontrollon shumë. Në thonjza, faleminderit. Në thonjza. Edhe që na pagovi pak naftë, edhe kjo lloj pagese naftës është vetëm për të vjetur vetë ato, për të Sa merr ti naftë, sa more naftë? Për dynym, 10.000 lekë për dynym jap. 10.000 leka për dynim. Ato dynym 20.000 lekë. 12 mora 90.000 lekë, kaq. Sa more ti? 90.000 lekë. Po ke edhe Për sa? Gjysmë. Është gjysmë. Gjysmë. Ke gjysmë për të marrë. Ngatra që janë në një dynym, Po? në një dynym, Ja ta dëgjoj me kështu se ta e prap. Po? ngastrat që janë në një dynym, Po? që janë ndarë me ligjin 7501, Në 1 hektar. në një dynym, Në një në dynym? një dynym, Po? nuk u futen në subvencionim në naftës. Fare? Fare. edhe ato punojnë. Se 950 metro, se 990 metro, Edhe kështu ka këtu në këtë zonë? ka se si që është ndarë, se këtu është ndarë toka në 9 ngastra, a 10 ngastra sa ka, mirë po në gjysmat e ngastrave i kemi në një dynym. Kështu që ato janë të dënuar. Të dënuar. Ai që është se Zoti e ka lënë pa fëmijë është 2 veta. Nuk u merr dot subvencionim te 450-900 metro ka në fush. Ose thotë beju 2 veta, Po, bëj kooperativ thotë. bej kooperativ. Po bëhet kooperativa këtu ke ju? Sot u bën një Tiranë. Kjo është tali madh. Pastaj kjo është ajo që ashtu. Me E kuptoj. nuk subvencionojmë për tërë tokën, Është qartë. për të gjithë tokën. Po reale nuk e mora vesh, ai që e merr, sa merr? Ai që merr 1.000 leka të reja për dylym. Naftë. Naftë, po Që i për bie- atë që është bi një dylym tokë. E qartë, që i bie domethënë diku ke
6 litra naftë. 6 litra naftë. Këta tregetarët e farrave që janë me licencë, Po? këta për qepujkën, po them. Po? E shesin qepujkën, sa i do me nderja atyre. Kur vin punë e grumbullimi nuk t'i nje. Sa i që e shet, shteti duhet ta detrojë dhe ta grumbullojë. Nuk ta nje fare, ja? Nuk ta nje Shite fare, ku jo. duash, ta? Jo, shite ku të duash tot. Është pregetia e lirë. Na i shitën si vjet neve, si vjet, ky viqiku me 3.000 leka kilogramin e qepujkës. Edhe qepa doli e prishën e mbajnë për frigorifera, nuk ka kontrol nga shteti. S'ka kontrol nga shteti. Pra fidanishtet janë pa kontrol, po thua. Ata që shesin me licencë, Kjo është 2 vjeçare, mbillet kokër, Këto vinë nga jashtë. vin nga jashtë. Ajo Tu ishte Shqipëri parë nuk me kemi. infekcion. Edhe e shitën tregetarët, doli edhe bima, u besi bimë, e fillovi të kalbet, as me infekcion fara, Pra janë jashtë kontrollit. ose vinë jashtë... Po farmacit dokane. bujqësore, si janë? E farmacit bujqësore ashtu janë. Edhe ato Shesin s'kontrol- ilaçe të skaduara, të pa kontrollora ka shti. Tani kur thuat s'ka duara, çfarë realisht nuk bën ilaçi? Domethënë nuk Nuk e e bën ngot. efekt, i kalor në afati i skadencës. Po, U përdor një ja. Po, u përdor një insekticid po, që quhet kloroperifos. po. Ai është ndaluar e në komunitetin evropian. Më kuptove? Edhe e futën në Shqipëri. Këto e futi në Kontraband. kontrabande. Tash i e përdor më neve, se ne jemi fundi. Edhe bëri punë krimbi, i la Nuk beri punë. mollët, i la tër krimba. U tha i prodhim. Po, Edhe vjen kontrabanda? kontrabande. Po a shitet farmaci ku e blini ju? Në farmaci e bleve, ka dy vjetë. Në farmaci. Punë e blen në farmaci, po punë e ti si e ka marrë ai. Si e ka marrë ai? I thonë ilaçe me çantë. Ka ilaçe që i ka në raftat, i ka me e dim vetën. I reklamon. Ato Këto me ilaçe, pull, që ato me quhet. pullë. Po. Kur vete tine, i ka poshtë të banakut. I ka të fshehura. 2 t'jep nga ato, 1 t'jep nga kjo. Më kuptove? Edhe dami është toni. Na del molla me krim, edhe edhin prodhimin. Këto janë. e na e vetë të i themi ke nga kjo. Po, po. Ky është një sekret. Jo, Ti nuk e di. jo, unë i di këto gjëra sepse na i kanë thënë dhe vend tjera, po na kanë thënë që na i shesin edhe si të certifikuara, madje ato që vinë kontrabanda i shesin dhe si të certifikuara. Po ky është problem që normalisht do një instancë të tërë shtetërore që ta hetosh çfarë punë bën. Sepse ka drejtori kontrolli në ministri që merren me çdo dikaster, me çdo. Ore, unë kam marrë ilaçe për shëndetin tim, edhe ku kam vajtur në farmacit, kam marrë ato që janë aty, edhe ka vajtur në vend tjetër, më ka marrë, për shembull mesuliti e shequr nga qarkullimi. I desha unë, mesulit, ai vajti në një vend tjetër, në një furrë buke, nga e kishte fshehur, e ma dha mua. Ja siguria që është Siguria e bajnave, që ti e fut në trup ata. Po, Mirë të që e fut e ke me molla, po. ilaçet e mollës. Kjo është. E vim shpejqeshin se s'qajnë dot, po. Erion, Këtu s'kemi një gjë. Mollë me ilaçe. 20 herë, edhe s'ngot krimi. Nuk va tha skrim as krom as gjatë. gjitha këto që i diskutuam vetëm mbi koston e prodhimit. Tani, me lapse letër, sa të shkon kostoj aty? Kostoa vete bi 200 leka. Mbi 200 Bi lekë. 200 leka vete e qepës se u mua shtrend kokarka. Pra, Edhe e mollës për katër 24 erë, po t'ja bësh zmetin duhet të paktën do 2 kg dap. 2 kg dap. 24 për katja do vaditjet që është benzina e shtrenjtë, Po. do spërkatjet, do zgurën. Pse edhe atje me generator, si e merrni, për pse benzina, me pompa. Po me pomë në vaditjes që vaditën për Se nuk ka më vaditje e kështu të vjerë. S'ka më post. Kemi shpi motor ka vetë, ne kemi blerë. Ato janë kosto mbi kosto. E marrëm në përpuse. Në përpuse. E marrëm se kemi hapur me para tona, kemi hapur puse në përara. Pra ju gjithçka vet, pusin vet, generatorin vet, Të gjitha vetë. me gjithë kostot që më përmende, krah pune, si ja bëni për krah pune? Ta shita fjallës për krapune. Për krapune të tërë pensionistët i kanë lënë tokat.
duan të punojnë se si del pensioni, mirë po s'ka kush që mbledh mollën, edhe i kanë lënë tokat, i kanë prerë, e presën vit për vit sa t'ja arrin për të djegur për druzgari. Po të shikosh fushën, është gati për gjysmë që këtu që e 100% mollë. Shkonte molla, blem të gjithë makineri, të gjithë makinerin po e shesën. Vese do 10-15 veta që kanë traktorat këto që keni blerë? Shesën të gjitha. Po i shesën me qerek çmimi se sheto sa që ke marrë. E të mërshme. E ju besoj keni marrë me kredi, si keni marrë? Me lek kesh, se ku gjetët kesh ju me... Mirnim, jo, nuk i kemi marrë as me kredi, fillim mirnim leka për mollëve. Pra, zorët lek nga molla dhe ble traktor? Shiqe malli, me përpara. Kur më përpara? Më jep një vit sakt, që ta di në... Para 6 vitëve. Para 6 vitëve, që më mirë se sot. Është 100 herë më mirë se sot. Pra ndaj thoni në Ballkani hapur, sepse 6 vite përkon me... Po, edhe u detyruan dhe si kemi djemt këtu. U detyruan djemt ikë në jashtë. Jo se ata janë më mirë, po të pak të punojnë. Pra deri para 6 vitesh ishin djemë në fshat. Ishin këtu, erdhe nga Greqia edhe erdhe këtu se thoshin shkon malli. Shkonte malli. Dhe që po i shesën gjithë. Ata vinë prap, po të filloj të shitet molla. Po të filloja që pa diskutuar. Po të rikthehemi atë ku ishim para 6 vitesh. Edhe para 6 vitesh këtu vinin me vese makina që beshin ndërtime, rregullime shtëpit. Kurse që i lanë e ikin. Para 10 vjetëve bollika? Bollika. Para 10 vjetë e pore, po edhe... Po, ja, do vjetë ty direkt. Qarë alë të qash më parë? Da edhe hajtë nga shëndetësia pa edhe në 5 leka nuk bëndot punë, po të paktën neve, se jo si të fshatët tjerë që ankojnë, të paktën e kemi një infermier. E keni një infermier, një qendër shëndetësore, është? E kemi një infermier. Kurse shkolla unë mbyll fare. Unë mbyll shkolla ju? Shkolla këtu në Maqurish unë mbyll, po ta shikoj një kur një atje. Po se unë mbyll? Se nuk kanë zënës. Një fëmijë. Një fëmijë ka mbetur? Edhe shkon në program, një fëmijë. Në Kopësh janë 2 fëmijë. Një fëmijë gjithë fshati, një fëmijë shkon në program. E shpjet në progrër të çerdhe. Në Kopësh. Po shkolla duhet Kurse shkolla ka janë 5-6 nxënës, edhe në progrër. Dhe në progrër. Edhe nuk u organizohet për shemb që të mbledhen për 4 nxënës. Ka një për klasë janë fëmijë. Ka një fëmijë për klasë. Nuk e organizojnë që të marrë një fugon e të mbledhen fëmijë që t'i shpjenë në shkollë. Me koston që mund të ketë një mësues që i mbajnë mësuesët të shtuar me 4-5 nxënës dhe që ketë fushat elektorale. Po vetë i shpjenë prindrit. Po ju me ka detyrim ministria kur mbyllet shkolla, ka detyrim që kur kalon x kilometra, domethënë. Nuk u pyet njeri për atë punë. Jo ka qenë për 1 metro nuk e bën aty aty. Për 1 metro këtë fshat e matë këtu progr dhe nuk e bën. E nuk e solli fugonin. Nuk e solli. Jo. Nuk e solli. Po s'patë mundësi ta çosh e lë fëmijën pa shkollë? Do hiqet Fal. Ose tani tamam. Po. Njerë të uroj mirë se ardhin. Faleminderit. Ti kam ndjekur emisionet tënde. Faleminderit. E tua. As e çan kokën fare politik, bravo të qoftë. Të kam ndjekur në përballje me Ramën. Në spitali mos gaboj. Po. Kur që atëre punë e Covidit, që mashtronin këta. Faleminderit, këtu është muhabeti, ne rrojmë se nuk vdesin dot. Fshatar, da? Unë po ta them kështu, jo për mburje. Unë nuk jam keq ekonomikisht. Unë djemë kam të 3 këtu. Të martuar, me fëmijë, 2, njeri të kam. Mashallah. Unë kam dhoma, kam 16 dhoma këtu, arrivet mund me gruan edhe një qenkë. Shtëpi. Një pasuri të tërë. Dhe rinë vetë, sepse puna e fëmijëve, djemë të ikën rinë në shtëpi me qira në Korçë. Një në Belish, një në Korçë, një në Tiranë. Këtë fshat kaq të bukur. Ja po vjen. Kjo vetë ishte zonë turistike ju. Po vetëm për fëmijët më ikën atje, e na rinë si kërcujt këtu. Të hapen mushkrit në ajri. Ata vinë punojnë këtu. Vinë këtu punojnë. Vinën punojnë dhe ikin prapë atje. Njëri djale ka të shoqen infermiere. S'vedon të puna. Ku të vjen punë? Ky djali këte janë të shpartalluar, bashkë nuk e di se çfarë ashtu, thoshte. Unë jam pronar frigoriferi. Kam atë frigorifer më të madh që është në këtë zonë. Unë frigoriferin e kam bërë me
legat e mia. Nuk e marr asnjë lek nga shteti, nga i parti. Po jo, çi pa lesh, mor ka marr bankën, ja 700 milion, Kredi. kredi. Dhe çkur që me 12%, do të bërë që Të 2008. shkon në punë. 2008. Këtë vit mos e ne kemi shumë madhe. Vitet e para, unë mbusha frigoriferin, bëheshim 5000 kuintal mo. 5.000 kuintal nga kjo zona këtu, ha? Po, jo më jo vetëm unë. vetëm ti? Vetëm. Që grumbullonja. Që grumbullonja fshat. 5.000 kuintal. Edhe zngritmë kokë. Po megjithatë në kone më përpara këtyre, diçka se në unë jam në kreditë që jam gati në shtyeri. Më kupton? Gati në shtyeri. Po janë që në 2008 sa bëjnë me 16 vjet, mos gaboj. Kështu i vete? 16 vjet. 16 vjet s'po dalë nga borxhet akoma. 16 vjet punon për atë investim. Po. Kam 92 nym mollë. Edhe 62 nym qepë, edhe 22 nym krurë, që kam bjell djali, se unë tash nuk. Edhe si jam mirë me shnet, kam punoj një djemtë. Dhe s'ponditim gjatë tokën e kemi me qira. Nuk është tërë të tonë. Qera, taksa shteti, Të mija kam një 6 hektar. Që më ka dhënë që me ndalin edhe që kam blerë me leka në dorë. Kur ankohe mund me të këtë, vjetë një gjysëm dhome me dhomë, me mollë, që janë 5 dhoma. Të tjera që jenë bosh. Gjysëm dhome e rion e ikë për ati, 17 milion vetëm korrent energi elektrike. Nuk llogaritën më, në ka vajtur në Amerikë, në Francë, në tërë, për bujësinë, korrent e shmëlirën. Ne na i futin këta më shumë. Ka ndërmang këta, moja. Ka ndërmang këta. Ko të shkjo punë? Edhe qarë themi, kurse për ato që thanë këta, stishtaj me, i thanë, Është e vërtet që marri huaj puna shkatron nga gjitha anët. Ti vetë duhet ta ndjesh, ti vetë duhet ta kuptosh, me që ke edhe më shumë se të gjithë tjerët. E tash ti, Kaq shumë po na dëmton malli huaj. tash ti nga ajo frikë të kuptojmë tash, unë nuk grumbulloj më mollë. Nga zotrinjt. Ke heq dorë, A me ndorë, fut të mjetë dhe fut me qira. Kush dojle t'i verë se nuk ma mban. po me qera ja dalin këtyre. Po si ta bëjë Se ti e provove vetë me qera. Po le ti edhe fare pëse. Atë nuk e qënë atë gajle. Nuk e qënë. Par vjet, ajo që goditje fatale, ka ne, unë isha i sëmurë, Po? ka ne edhe djemëtë, 2 dhoma 600 ton mollë, që bëjnë 300 milion lega në lumë. 600. Po të ulem se Unë të dish. Që dëgjo. jo shumë Po jo bujë nuk i për një fshat, për një individ. Individ. Tash në fakt jemi me gjithë vllanë, jemi shumë, jemi 6 familje në. Po ta shuash tamam. Kam 3 mund traj, po ai frigorifer që mundon. Dhe ajo që goditje as pyeti njeri se çfarë bëhet e çfarë s'bëhet. Goditja erdhi nga breshri, Jo, apo erdhi nga po nuk shkon te mosblerja? valli, më maroj. Nga mositja. No, ju në malli nga jashtë brejnë. Ure si është mundur, ai e sjell nga jashtë. Kalon dhe doganën. Paguan dhe lek rrugë. Paguan gjithë, ai sa ai duhet i paguaj gjithçka. Dhe kur del në treg, si ka mundësi del me atë çmim që ju konkuron juve? Del gjithë është molla italiane, që vina ajo molla këtu. Molla italiane. Edhe këtu shqiptarët hapin callafe, ca politika, jo i bën me pesticide, jo i bën me kështu, jo i bën kështu. Dhe ata t'jashmi nuk i bëjnë, pa dhe ala. Po çfarë thua? Edhe ajo molla ashtu aty shitet. Ajo italiane shitet 1500 lekë, po. Po, ajo e mira. Për këtë vit po flas. Për këtë vit molla ata që i kanë punuar, është super. Asa është bëra s'ka për të bërë. Jo italiane ti po Molla këtë vit është më e mira. Me mirë. Edhe kur nuk po shkon e këtë vit, mos o zot. Unë nuk kam shitur asgjë, i kam Atje, ha? Ti vazhdon paguan drita ti. Për të mbajtur... po çfarë vazhdo? Gjallë. 5 milion, 6 milion në muaj. Po në fund sa do i marrësh atyre më? Në fund sa do i marrësh? Do ja marrësh ato lekë të dritave? Po shitën. Do t'ja marri po shitën. Si par vjet në lumët edhe natën e mirë. E të mersh. Kur them kështu nuk gënjej, se nuk kam gata që gënjej. Po mirë, çfarë duhet të ndryshojë që ne të rikthehemi të para 6-7 vjetëve kur kishte pas më shumë begati? Po. Begatia është e njëjtë, po më shumë fitim. Çiko. Se begatin po toni që prodhim ka. Ja. Pra ta lëm prodhimin më një anë që të mos ankohemi që s'ka prodhim. Prodhim ka, po s'ka shqitje. Në kohën që u bën këto premtore,
Janë 32 vjetë që merren me mollën. Po, u bë me vadit me pika, na subvenciononin, po fidanët u subvencionuan. Unë drejt me thënë, vetëm 6 që kam marrë, 30 kam me leka. Se qëllonte që unë isha të mbillë, s'do më të tjerët, o boll. Po që vetëm është që ajo i bujësisë, ajo hajdut ka. Kripsa çaj quajnë atë. Ja, atë kripsën çaj quajnë. Ajo është në netim. Në netim ajo i vati janë ndej tha mos mbyllit ullin, jo tu shoj të nambi, po tër po ta kërkon ullin ti thon beri kam saliu që ai dha ullin të paleka. Spret me këta. Çfarë pret me këta? Që ulliri është brend. Brend shqiptar që i Brend po shqiptar, Skënderbeu. dhe këta nuk- ka dhe 1000 vjeçar. Dhe këta nuk e nxjerrin dot. Një vit bëjmë eksport në me mollu, ka frigoriferi për në Egjipt. Aha. Në Egjipt. Maskara, lek, i mos tajmë që se... Se quat mollë deri në Egjipt, Po, kam qore Egypte, Greqie. Ne shpini mollën në Greqi, sekseri. i Greqisë. I Greqi, karkoni ma tjene, me kartën tonë në Greqi, dhe nga Greqia në Egjipt ikte me sikur që e mall grek. Sepse ne nuk kemi të drejtë të eksportojmë, ne sfigurojmë me këta. Të nderuar miq, kjo është pjesa e parë e misionit. Kemi dëgjuar vetëm disa nga hallet e mëdha të fshatit mançurisht. Nuk janë vetëm hallet e këtij fshati, e gjithë zona e Devollit i ka këto halle. Por ne kemi ardhur pikërisht tek fshati i mollëve, se këtu mollët janë kapic e nuk vjen kush t'i blejë. Ndërkohë që tregjet, si thonë dhe vetë fermerët, janë mbushur me mallin e huaj serb Maqedonas, e jo vetëm. Me njërë mbas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhe me banorët dhe fermerët e fshatit mançurisht. Është një fshat shumë i bukur, fshat alpin, rreth malit, që sa bukur është. Këtu bukur do ishte të kishte edhe bujtina. Prodhimi është fantastik, fshati është i njohur në gjithë Shqipërinë, jo vetëm gjatë demokracisë, por edhe para demokracisë, edhe gjatë sistemit monist, tu mollët janë lum. E s'vjen kush t'i blej, sepse, si thonë fermerët, malli i huaj po konkuron në mënyrë të pandershme, sepse ata janë subvencionuar, vjeni subvencionuar, ndërkohë që fermerët tanë marrin vetëm një sasi të vogël nafte. Si të quaj? Sulejman, Rusi. Sa vjeç je? Unë jam 68 vjet. Edhe 100. Edhe 100. Kam dalë pension 4 vjet. Mashallah. Si unë e gjithë të tjerë. Ta hash me shiret Pensionet janë pensionet qesharake. Po, mbaj pa kafe. 100.000 leka maruno. 100.000 lekë vjetra. 100.000 lekë të vjetra, 10.000 lekë të reja. Çfarë bën ti me 10.000 lekë pension? Unë çfarë do bëj me 10.000 lekë pension? Si e fillon ti e more pensionin sot? Çfarë i bën këto pension? Këto To lekë. pension që marun, unë i marr vetëm ilaçe. Unë bashkë me gruan marr ilaçe. 100.000 leka ilaçe ja këto. Po shqyre kam djalin nuk më ka ikur në emigracion, e më ushqena y. A të mban djali, ë? Po, E kuptoj. Ai, po të mos kesh djalin ti me po se 10.000 djalin lekë? jam i vdekur. Jo unë. Certo. Ti nuk merresh më me bujësia, ke hiq dorë nga bujësia? E ndihmon, punon djali në bujësi, Po ë? djali merret me bujqësi bre. Sa tokë ka djali? Unë kam 1 hektar tokë. Edhe një aty i kam marrë me qira. Sa prodhim ke bërë? Tash mollë, unë kam bërë 800 kuintal qepe mollë. 800 kujta Po, qepe mor. Ku Po ti ke shes? vën ku i fut? Ku ti shes? Ku i fut Po i molla? qja në për magazina i kemi putur. Në magazina. Në magazin të Xhaxhaj, në magazin time, në Po magazin që tjetër. shohim në përfusha që i mbulojnë me plasmas, ç'a janë? Po jo bre, ato i kemi putur për magazina ne. Patate qep, po nuk i hyn lagështia atyre? Se kishim bërë kështu në gjatë gjithë rrugës se kemi filmuar. Çdo që kemi bërë. Gjithë ai prodhim. Por mos jemi ne këta pensionistat që jemi këtu, nuk ron dot shteti. Shqipëria nuk ron dot. Ne e prodhojmë. Se fëmijët e tërë këtyre kanë ikur jashtë. Po më më gjëgjë sa Ja do shqyqyrun e kanë. Ose një tjetër, ose një tjetër. Po shumica. Po sa do punosh dhe ti? Sa kohë? Edhe për sa kohë do punosh? Gjitha në lërë zotit do punojmë ne. Deri në ditë fundit do punosh. Po, Pas detyruar me Po një ditë pension nuk do ta hash. pensionin, Edhe në punë zvarë, më zvarë. Së ka nga kemë. ku unë jam sakat ka kemë për vete, me zik. Unë 100.000 leka mi e pari. Kam bërë 20 vjetë punë. Nuk kam paguar sikurime shoqërore, nuk kam paguar se nuk kam pasur mundësi. Këto thot kryeministri. Nuk keni paguar edhe do aq do merrni sa s'keni Jo, i ka paguar. vetëm të kooperativë. Vetëm ka për kooperativës. Ti ke marrë, i ke paguar gjitha. Edhe sa merr? Edhe sot ban 190. A, 190 nuk shkon më shumë. Po, Edhe pse në kohën e me gjithë dritat.
Shësinimin e dritës. 6.000 lekë. Edhe 6.000 lekë. Pasi. Marë. Se 4.000 lekë aq ta ngriti tash. Brande herë të në dhe 4.000 lekë shi... Prap sot të herë 3.2. Po. Po, çfarë ndryshon 4.2 shi tek ty? 3.000 lekë tash. 3.000 lekë. Ky viti që vjen. Ky viti vjen. Që vjen. 3.000 lekë të vjetra. Pra 7.000 lekë në 2 vjet. Po. Po prodhim bujqësor? Ke? Ke edhe ti? Kam si s'ka mollën. Në shtëpi kam në magazin. Do më thëmë, po të bëj një llogaritje, ore, keni një sasi fikse sa ka ky fshat, se po në del, si fshati që ka më shumë moll, më mbani gjithë Shqipërinë me moll ju, me kaq shumë. Më ka i për gjari jashtë, e më detyruar të bëja ato 5 moll janë, se me vjen gjuna, me vjen keq. Po ka një shifër sa prodhon ky fshat moll? Edhe lekë që na tha për natë, Gjysmë të ke marrë? 20.000, 30.000. të tërta për e vetë mund. Se i jepet me këste? Kësë të ne. Sa ke marrë ti deri tani? 90.000 kam. 19.000 lekë? E të në dhëllim tokë, po sa dy gjitha. To ka të si të me... Po, kush është në një dynim Kam smergji? bashkuar me Zadajnë tokë. Që i mora këto lekë, që mirë një, për 200 metra s'miti lekë. Plus kemi një problem tjetër. Kemi dhe një urnë e këtu. Ja, të japë 2 minuta që ta të dëgjoj se mos na del pa audio. Kemi dhe një urë këtu në fshati Maçurisht e Progrit. Po? Ajo gati po bie dhe mirë kush do ta ketë këtë. Ajo që është në disë po, ku do shkon ta filmoj me këtë sy. Po, e pash atë, po nuk e pash me këtë sy. Ajo urë gati po bie. Dhe nuk vjen njeri, kërkesë ka bërë ky fshat e tërë në bashkë kudo ashtu, s'vjen njeri të. Po ju kaloni edhe me tonazhe atë. Kalon me tonazh, po tonazh të rëndë ka vënë atje. Mos shko atje sa. Po mirë me një far tonazhe ai traktori do kaloj. Me e ka vënë 3 tonë gjysmë. Lejohet. E lejohet, po jo në atë gjendjen që është. Me atë gjendje edhe ajo lejohet. Në fakt, vetëm edhe ajo nuk lejohet. Po ajo ka vënë atje një tabelë që 3 tonë gjysmë. E kuptoj. Prandaj që duhet të vinë të verdor, do mbetet fshati. As prodhim as nuk shit as des, valim do, strizim do. Do izoloni komplet. Ju se keni rrugë tjetër ju. Kemi kollaber në shkosh. Po? Këtë është pa asfaltuar. Në Burimas, po. Burimas, shkon dot. Është rrugë e babë, është rrugë mësore, kështu mund të thuash. Baret me karroca më shumë, me kuaj, me makina. Ne kuptoj. Para një vitja, kur që ju dëmdoi edhe breshri ju. Breshri ka dëmtuar shumë vite, jo vetëm para një viti. Keni marrë ndonjëherë subvencion për dëmin? Vinë në shoh, bënë nuk na ka dhënë asgjë, na gënjejmë. Pa dëm shpërblim për dëmin e breshrit? Asgjë, ja, kuja të gjitha burrat e tonë. Ore, subvencion keni marrë ju për rrjeta? Jo. Ka marrë ata që kanë dhënë. Ha? Ja. Me lekët tua, pa ajo s'juhet subvencion, unë po them subvencion. Nuk ka. Nuk ka marrë asgjë. Pra ky fshat subvencion nga i pardi, zero. Vetëm ka qenë Saliu, kemi marrë për fidanët. Jo, kur ka qenë Saliu ka qenë tjetër gjë. Tani i pardi ka qenë i part 1, i part 2, i part 3. Sigurisht fuqi e Dirama nuk e marr asnjë gjë. Bujqësia këtë vit është mbështetur me fondin më të lartë të mbështetur në njëherë, që është gati 50 milion dolar. Ata fermerët cilët dalin dhe hedhin mollët që nuk i shesin, nuk janë aktor, janë njerëz real, janë fermerë që e bëjnë përpjekjen e tyre, por që dështojnë. Pasqyrimi i vetëm gjysmës parë të vërtetës prodhon një gënjeshtër shumë të madhe që në Shqipëri bujqësia është thjesht një shkretir ku një grusht njerëzish lëngojnë të braktisur nga shteti. Mbi 50.000 tonë më shumë produkte bujqësore të eksportuar. Bujqësia sot është si asnjë vit dhe asnjë ditë më parë deri më sot. Unë ka marrë 3 traktor, mos gënjej. 3 traktor. 3 traktor. I ke marrë si ja do t'i themi të gjitha që të mos ta thon pastaj që ju nxjini edhe njerëz se po them unë. Po. Ta thash njerëz, jam me gjithë vllanë, kemi edhe nga 3 dema, ata po. Janë martuar me fëmijë. E kuptoj. Jemi gjashtë familje. E kuptoj. Ju keni marrë? Ka marrë 3 traktor me subvencion. Me subvencion. 50 me 50? Si është? 30 me 60. Po kur është marrë ky tani afër apo është marrë ka kohë? O afër 2 janë të çfarë vitit?
Kurse njerë është... E kuptoj. Pra gjithë subvencionin e i parë janë këta traktore. Edhe janë kush ka dashur, ka marrë. Po kush ka dashur, po e kush e ka pasur atë ta kishte 80% e? Jo, kjo puna e rrjetave juve ju garanton prodhimin nga breshëri. Po mirë, dakord. Po nuk keni marrë. Asnjë në këtë zonën këtu ku jam unë nuk ka marrë. Është e sigurt. Ska edhe 2 familje, edhe 2-3 familje, 2 në Progrë dhe 2 në 5 familje ka nga një sasi. Është e shtrenjtë, është e Nuk kam kushtueshme. gjithë, Rrjeta? Rjeta me gjithë kolona, Po, vete 2 milion e gjysmë. 2 lymi. 2 lyme. 22 Që milion. normalisht një fshatar nuk e 22 milion hektar. po nuk e bën dot. Këtë bëjmë më përpara, të blej traktorin në Edhe unë që po them, unë kam bërë 7 edhe 6 trenet. 1.3 hektar. Kaq kam. vetëm aq mund të mbrosh ti në Kaq. rast të bresh. Tashi, po vora do të mirë është një mbrojtar. Edhe këto subvencionit, dhe të shpjegojmë. A i ka, për shemë, x traktorin 24.000 euro. Do të ketë 8.000 euro të derdhë. Ti do t'i paguash njerë të tëra, Të tuat? të tërë më vlerën e traktorit, Po? se ko të vjesh ti me kredia, do të marrë të bënjerës dhe ashtu, pastaj si e merë traktorin, fillojnë i kujtojnë ajo pjesa e Anse nuk t'i japin direkt që ti marrësh të traktorin? Që ka histori e gjatë. E gjatë. Po ti themi tërë, Faleminderit. Nuk del. Po, nuk- Jo, unë edhe nuk pak, del. unë edhe pak. Vejtë atë- Do na ikësh? Po, Okej. ne, kjo pjesë tëra, do mundohemi të punojmë, do mundohemi të rojmë. Faljush ka fshat. Dhe sa ko ka fshat ka shpres. Unë e kam thënë, qyteti është i ikur. Qyteti një valizë mbyll qepenin, mbyll dritaren dhe iku. Këtu janë- Fshati është që e mban Shqipërinë. Këtu kanë mbetur me sasi të madhe jam unë, ashtu. Po ka e tjerë me 5 hektar, me 4 hektar. Sa banor kanë vetë në këtë fshat? Po kujtë. 240 banorë. 220. Po 220, një 30 janë salamët, tjerë janë gjytërymë të tërë. Ne mos të ofendojmë. Po jo gjytërymë është mosha, unë gjytërymë jam për vete, unë shkote për Mirë, okej. Familja janë aktive. 240. Tjerë janë pensionistë. Janë pensionistë. E kuptoj. 700. Ka mbrit në 200. Kanë qenë 825 banorë. Ka qenë komisione. Kur është ndar toka? Toka. 825. Më pak. Faleminderit. Aha. Përshëndetje njerë, mi se na urdruat, faleminderit Mi se u gjetëm. që erdhët të qanit tallet tona, por kemi shumë male, po të paktën të themi ato Ato më kryesoret, më baziket. Më baziket. Me që se zumë lafën e tokave, këtu është një fshat që është fshat me punëtorë shumë të mëdhenj. Por politikat e gabuara të qeverive janë larguar të gjithë. Unë kam mbetur vetëm me gruan, pensionist 2, po tokat i punoj ma sa mundëm, sa për të englejsur, jo për të prodhuar. A rini ta vini gjithë prodhimin e ta cilin Nuk treg? mbledhim doktor, i kam lanë gjysmat, ose 3 qere kur pa mbjellë, kurse pjesa tjetër... E ke lënë se nuk e menaxhon. Si jam jaftë ta njeri që ta marrë me qira nuk e merë. Po e dini rrezikun e ligjit të ri, e keni dëgjuar ligjin e ri? Dime, Që edhe- kush nuk e punon tokën do detyrohet o me taksa ose do t'u merret. Edhe e drejtë është ajo ligj që toka duhet punohet, e ta punoj ai që ishi Zoti. Do me thënë të ta marrë ty edhe... Po s'ka le të rindet, sjellën nga duan ata e mendojnë të tjerit. Tu kanë qenë rreth 830 banorë që është ndarë në bazë të tokave. Shokët e mi janë ata. Po sot sa mbetën sot? Sot kanë mbetur për afërsisht edhe mbrëm duke 230, edhe kur tha ai tjetri, nga këta 220, 10 ose 20% mund të jenë të aftë punojnë, të tjerit janë për të mos punuar me, janë tërë me defekte të gjithë, që nga mua e të tjerët. I qaj halin e sajt të infermierë, se si u menaxhon gjitha njerëz për me shërbime shëndetësore një infermierë. Vjen në herë mjeku këtu? Mjeku ju vjen, po si njerë një avët vjen Një javë. A që i zgjidhur ai problem, A këtu jo, në progrë. E kuptova. e po ja ku i progrë jo tash. E qa? Infermierin tu e ke. Ne kuptoj. Faleminderit. E ti faleminderit që na Faleminderit. udhëruat. Ja t'ja kalem Disa zot. fjalë të Faleminderit. po
Faleminderit. Si të quajmë ba? Muhamet Qani Ismail Rusi, Po, mbaje pak afër lutem. fermeri i këtij fshati. Kënaqësi. Në të parë, ju përgëzojmë edhe falenderojmë që na erdhët të qajmë hallet në përmjet të televizionit tuaj, të marrë vesh edhe Emisioni quhet Fol. Dhe ne prandaj vim në popull që të flasësh ti, ta marrin fjalën tënde, t'ia çojmë dhe t'i themi ky është realiteti. Po. Fol troç. tash i troq. Ne ta themi të paktën kaq kemi në dorë, media më shumë se kaq të bëjmë. Okej, ja, sa të flas baba, që të mos ta. Unë jam pensionist. Jam 75 vjeç. Punoj akoma, mos them, në atë ditë, pra gjithë ditën, as drejt nuk ka dot. Po ke fuqi për të punuar gjithë ditën? Nga keqja kam punuar. Djalin e kam këtu. Kemi tokën tonë 10 dynim, kemi blerë tokë. Ka marrë edhe me qira djali. Vetëm neve si familje djalin ka 1200 kuntal prodhim. 1200 kuntal. Gjerë tash ka shitur 5 kuntal qepë e 10 kuntal mëllë. Çmimi është ajo që thanë para folsit, 200 lekë shitet qepa për kile. Më thënë, E kanë fiksuar këta që ta marrin, apo e fikson tregu kur del atje me pakicë? Qepën edhe çmimin tregtari që vjen në merë. Po deshe thot ai. Si të do qefi bëj. Çmim ne nuk kemi dhënë ndonjëherë edhe as vënë. Plas për veten time. Deri diku e ngrit me ekonominë edhe ishin mirë. Deri në ç'vit? Eksaktësisht. 7-8 vjet përpara. Ishte mirë. Ishte mirë. Kemi 3 dynim tokë. Me qira tonat edhe një dynimi kemi të blera. S'kem? Nuk kemi marrë asë njerë subvencionim, as nga i parti, as nga këto institucionet e tjera. S'kemi mundësi tash të marrë një traktor Të mirë, të ri. Me tërë këtë tokë, një traktor të mirë nuk marrëm dot. E nuk kemi marrë asë një lloj subvencionimi, për kemi aplikuar. Dhe aplikoni dhe prapë nuk u çele drita jeshile. A kjo është histori tjetër pastaj? Mollë shumica e fshatit, mos themi, po shumica i ka hedhur. Siç i kishte hedhur e zotëria, jo një fermer i vogël me sapin çfarë do shejse nëse do roja. Vetëm të urojmë që kanë ikur fëmija jashtë, edhe unë djalin e kam tu që po vajzat jashtë. Me bashkinë jemi zero njërë. As i bjetë dërmen të vejtë të shikoj njërë, 6 rritë, jo vetëm neve, po edhe fshatrave për rejtë neve, e ka përshu mollë drejshoj. As një qindarke, as kanë urtishon, as të pyesën. Faleminderit dhe unë uroj që realisht fjalët tuaja të shkojnë në artë për të sugjeruar e për të diskutuar këto hallet tona. Faleminderit. Nuk ka mundësi si të investojë shteti për bujqësinë. Se tërë paraja që vinë edhe nga Komiteti Evropian, edhe parat që nga taksa tona, ata investojnë për Bregdetin. Atje kanë çu gjithë legët. Atje i shpjen në Bregdet se kanë resortet e tyre. Jo se do ndihmojnë fshatat ose njerëzit e Bregdetit, po kanë tërë resortet e tyre edhe që marrën parat për veten e tyre. Jo për neve. Pra bujqësia është lënë harres po thua. Bujqësia është lënë në arrest. Jo vetëm këtu, po kudo është lënë bujqësia në arrest. As që kujtohet njerë për bujqësinë. Mirë ne jemi pensionista, edhe marrëm 100.000 leka, shembull po them. E i që zvarë. Po filan djalë për shembull, që është në moshën 50, pa dalë pension, 50, 55, ka e 2-3 fëmijë, ka e për të shkolluar. Ai s'ka nga janë banfare, ati si arrin leka për bukë me këtë kosto që ka prodhimi këtu edhe me këtë çmim që shitet. I bie vetëm të haj moll. Ata janë vetëm se në hall më të madh, akoma në hall më të madh. Problemi i madh është edhe për ata. E pse detyrohen ata që ikin, po detyrohen ata që ikin gjene që është çik mi Zoti, po ajo që s'është i Zoti çfarë do bëj. Edhe ato për subvencionimet që folja është realitet ajo, tash ne për këto vite kemi dalë deficit. Si ku do t'i gjej, po ti marr kredi unë që
që të bëj me rjeta, të ato para, që të marrësh kredi do 50 vjetë me këto çmime, pa të shlysh atë kredin që të marrësh që të mbulosh Pra është 5.000 hiç. Është 5 hiç, as që interesohet njeri. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit Faleminderit. juve. Ti dëgjojmë çikës, kush më ka folur? Okej. Më thanë që ti punoje tokat e fshatit? Apo punon ke traktor tëndin? Argati tokave. Mbaj afër. Përshëndetje. Po dishe në kohën e ndej do t'jip një inflamur, si që i këshu stimuj. Ka marrë. Flamur, ke marrë, sulmus. Po. Përshëndetje. Quhem Myredet Musa, jam banori i fshatit Maçurisht. Kam mbjellë rreth 25 dynim tokë. Kam prodhuar 600 kuntal mall qep moll. Edhe i kam të gjitha në magazinë. Gjysmat, më shumë se gjysmat e qepëve janë kalbur. Erdhi para me infekcion, i mboll, mu bë qepa mirë, është të prishur. Për ato mban përgjegjësi i zoti mallit. Këta të parave nuk mbajnë përgjegjësi, i marr lekat fut në xhep. Ai shteti nuk u interesohet për çdo gjë këtu. As hetoj as gjë fare, ë? Jo. Nuk hetohet, ë? Asgjë. Edhe punë ilaçeve të vinë të jo të cilësisë së duhur. Shteti po edhe ata nuk e di as bër pala si është, nuk i kontrollon fare. Mollët janë në magazin. Çmimi është poshtë 200 lekë e marrën starkinën. Starkin të mirë 200 lekë. 200 lekë. Po. Goti po xheku ka shkuar 300 lekë edhe ai. Po pjesa më e madhe ka hyrë në frigorifer. Edhe ajo nuk i dihet fati tyre. Që është kosto ekstra. Kostoja pasaj e gjithë këtij malli që është prodhuar është e lartë. I zoti i mallit e di ku do t'i vejë fundi. S'mban përgjegjësi asnjë. Dhe ajo që mua më vret shumë është fakti që këtu nuk diskutohet asnjëherë për kraun e punës, për kraun tuaj të punës. Jo asnjëherë nuk e llogarisni fare. Ju llogarisni vetëm mbijetesën. Një arkat do 3.000 lekë të rinj. Më ka vajtur shpenzime, si tha dhe juve, rreth 5 milion. 4,5. Sa ke marrë deri tani? Tashi unë ka marrë rreth 400 kuntal. Tashi Leka ke marrë. Ore nga ky leka provim nuk ka marrë asnjë. Pra 5 milion ikën Me brek. kanë ikur, Kur ti marrë? dua të them më mirë më del të ikë në tjetri të punoj. Me një fjalë, kraun e punës nuk e kam llogaritur fare. Tani rakipi po mban riskun përsipër dhe risku shumë i madh, se e tha, 600 ton ikën. Ore kultori, do më dajnata me 5 milion asi për centa se çfarë. Ikën. Unë zgjidh hallin tim. Po sa do vazhdosh ti? Ti los me riskun, me fatin. Ky e ka tërë, edhe fitimin, edhe humbjen. Ndërsa unë mora para në mbrëmje ika. Po. Kjo është. Tani kryeministri thot edhe një llaf. Jemi në kushtet e tregut hapur, të lirë, s'kam çfarë të bëj tregut thot. Konkuroni, bëjni mallat e standardit, siç i do Greqia, standardizoheni. Tani a ma tregon njëri këtë punën e standardit? Pse malli juaj nuk shkon dot në Greqi, në Maqedoni dhe nga Maqedonia Greqia na vin? Cilësia e mallit është e shkëlqyer. Sidomos ky vit një s'ka bërë vakino njerë, siç ka qenë këtë vit, po të cilë një shembull unë. Ku ka qenë qeveria e mëparshme, e kishim Boden edhe. Po. Le të flasë zotëria. Një javë e mbylli doganën që syri andej për 2 javë nuk e di si e bënë, për 2 javë u boshatisnë e frigoriferi këtia, i zotrisë. Pra ekziston si fakt që këtu është mbyll një dogana dhe ushit prodhimi. Ushit prodhimi. Do me thënë, mësot e di Rama që unë nuk kam qari pej, po ai është regulator shteti. Edhe këtu nuk funksionon, nuk u kemi shtet fare. Panda. I futi aksizë 220 lekë. Jo mos e mbyllën, i futi aksizën 220 tregtarit, kota si ta. Bravo, aksizën. 220. 100 lekë do transport, 340. Sa të shiste, pa lekë të shiste. Ka forma që mbrohet. Pra ekziston mundësia që të mbrohet prodhimi vendas. Po. Ti duhet kishe përfituar nga këto format e kooperativave. Unë kooperativja, mo që
Unë kam të mbush 100 me unë atë sot. Po kështu thot ai, bëni bashkë, bëni. Po nuk bëj erion, ato janë ëndra more, nuk bëhet be. Po nuk bëhet be. Nuk bëhet se do vi ma unë. Do ma shkoj ma unë do ma standard. Ke këti bën 200, e këti bën 300, ja ti bën 400 me bësi. Si ata shesa në përbot, po çan. As. Ka dhe mua bëte pralla. Po mirë, një pikë grumullimi që kontrolloi cilësinë e gjithë secilit kur ta pranoi dhe ti vej çmimin në kohë reale, siç bëhet për peshkun, kemi parë në Itali në kohë reale, sa e sjell peshkun, bëhet dhe i vendoset çmimi, dhe bëhet standardizimi. Bëhet standardizimi. Matet. Po lushja ka histori, ka hynere tjera lushja. Po peshku është i njëjti teri, mo valla nuk është një ato. Po aty standardizohet, e pika grumbullimit. Pikë grumbullimi ke ti frigoriferët. Ke pikë grumbullimit, ti mund ta standardizosh. Dhe paguash nga shteti për standardizim. Po ty të mbetet molla pa shitur edhe ty në kësaj. Ore, e lamat mua vet, po li thashë që mbetet. Se më vëlladhemi nuk dim ta standardizojmë ne. Po nuk e mbrojtë më zot. Pikë këtu mbetet kjo. Si do bëjmë un kooperativ tim të therme pastaj ta dy janë se kooperativ isha unë. Nga ca vjetun që e kuptoj. Se paguaj edhe taksë. Dhe imagjino tani që ne të flas dhe unë të diskutoj këtu për mallin, për brendin e fshatit tuaj mançurisht, për shembull molla e mançurishtit. Se kishte brend, kishte po brend e bën të tërë hektar fshatar, te që as vet kur ja rregullon aty hektarit ti truri. Ja bëjnë kështu bukur. Po në çdo vend të botës, në çdo vend të botës. Oj, në çdo vend të botës, çdo është llafish tash më ta dalin njëri 200 e njëri 300. Në çdo vend të botës bën pronari çmim. Kurse këtu vin hektari be vendo çmimi. Ka që marrë thotë. E qartë, e kam shumë qartë. Shumë të qartë. Kuptove domun. Atëherë, thuaj edhe dy fjalë të fundit. Ja fal lufta u zgjat shumë. Ta bëj. Tani dy fjalë kryeministrit drejt për drejt aty. Kryeministrit. Po. Nuk i thua. As i fjalë kryeministrit. Për problem tjetër. Po. Jo, të rrim tu se po e mbyllim emisionin. Ta mbyll. Thuaja kryeministrit. Prefekti këtu. Po. Dhe për minë që gjengri qep të patate, bishet e fasune e grurë e previ. Si se kjo punë e mirë se pata më mirë? Miu, po? I previ bishet e fasuneve, previ qepet, hemri patatet. Ushtuat minë? Minë. Melona. Dhe kërkuat ndihmë nga prefekti për të shtuk minë. A ju tha për mot, ti themi qeverisë, të bëj plane për pushinë, pa t'jedhëm. Në Greqi kur kam qenë unë vdiq Greku nga miu, i thashe prefekti. Pra ju jeni gati? Të desëm për miu t'i thash, kaq. O, kjo që ka... Nuk ka. është mbush fshati dhe mi. Tani, me që... E kuptoj, edhe dy fjalë kryeministrit, me qënë se kryeministri nuk vjen dot, këtu erdhëm ne si media, ka shkel në njerë këj kryeministri, ka shkel dikush i madh këtu në fshatin tuaj, se fshatin e keni të bukur, unë s'fola fare për bujtina, këtu do të kishe gjithë të shpirt e gujë, do të kishe... Kryeministri ka erë njërë në fushë e sportit progur, pa edhe mbrushe me bodyguard, veç ata njerëzit e ftuarë, jo të... Juve nuk u qasën? Nuk të nqasë e njeri, po... E kuptoj, thuaj tani me që nuk qasën. Të lutem zoti kryeministër, veç një fjalë do them, mos u tall me bujqit. Se për bujësin gjithë tashi nuk e bër as edhe një kafsh. Edhe mos u mundot të tallesh prapë. Me qartë. Miq, kjo ishte fjala e banorëve të Mançurishtit. Tani e kuptoni vetë, nuk është e thënë që ne të shkojmë gjithë fshatrat e Devollit. Këto probleme janë gjithandej. Dhe Mançurish sepse është hambar i mollëve. Sekundë kemi qenë dhe në fshatrat tjerë të Korçës, ku molla do duhet mbante Shqipërinë dhe gjithë rajonin, çështja është se molla nuk po mban dot fshatin e vet ku prodhohet. Në tillë situatë është fshati Mançurish, fshati i mollëve. Emisioni radhës do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë, padyshim ka shqiptar të tjerë të ndershëm që punojnë në Shqipëri, duan ta ndërtojnë jetën në Shqipëri, mbahen me thonjë pas vendit tyre, pas tokës tyre, por çuditërisht, prodhimi huaj po i shkatron. E nesërmja mbetet e errët. Nuk e them unë, e thonë banorët, janë gjithë moshuar, fëmijët i kanë jashtë. Dhe për sa kohë do punojnë. Dhe për sa kohë. Takohemi të premten tjetër deri atëherë, kalofshi sa më mirë.